Po, deri në këto momente është qetësi, protesta është duke vazhduar. Ka pasur disa incidente të vogla, mirë po në përgjithësi është protesta e qetë. Mirë po ka shumë tensione sepse janë dy protesta, dy tubime për Vidovdanin. Një është i organizuar nga studentet, nga qytetarët të shumë të cilën kanë ardhur nga qytetet të ndryshme të Serbisë, por në anën tjetër është një tubim para kuvendit të Serbisë, i cili ishte organizuar nga pushteti dhe ku partia në pushtet ka sjellur këtu në Beograd shumë simpatizues, shumë përkrahës me autobusa të shumë. Pra, për këtë ka edhe tensione, sepse janë dy ngjarje të ndara dhe shumë afër. Mund të shihet edhe policia në teren, mirë po ka pasur disa incidente të vogla dhe ka tensione, mirë po gjithçka për momentin këtu ku janë studentet, ku është duke vazhduar protesta dhe ku ata paraqesin kërkesat e tyre, është për momentin është e qetë situata. Kjo është hera e parë që po të zgjohet ultimatumi që studentet ka dhënë pushtetit të Aleksandar Vučićit që deri në orën 9 sonte të shpallen zgjedhjet të jashtëzakonshme. Studentët kanë deklaruar se pastaj mund të ndodhë edhe mosbindja qytetare, çka kjo në kupton nuk dihet. Mirë po ata kanë deklaruar se protesta do të përfundon në orën 9. Pastaj qytetarët duhet të vendosin ata nëse do të vazhdojnë protestën ose nuk dihet çka do të ndodhë pastaj. Pra kemi dëgjuar një ultimatum, por gjithashtu studentët kërkojnë nga institucionet relevante që të ndalet, që të shpërndahet kampi që ndodhet para prezidencës dhe në hapësirën mes prezidencës dhe kuvendit të Serbisë, edhe ku me tenda janë mbledhur përkrahësit e pushtetit. Pra janë dy kërkesa për momentin, përveç ato kërkesa që deri tani disa herë kemi dëgjuar dhe këto janë kërkesat që për përgjegjësi institucionale dhe politike për tragjedinë në Novi Sad dhe tani pas disa vite do të jetë 8 muaj pas tragjedisë në Novi Sad, ku 16 persona kanë humbur jetën në stacionin hekurudhor. Pra mbetet të shihet, studentët kanë kërkesat e tyre dhe kanë deklaruar se do të vazhdojnë të kërkojnë ajo çka është sonte që është ultimatumi, pra do të vazhdojnë të kërkojnë që të shpallen zgjedhjet të jashtëzakonshme në Serbi. Po, faleminderit Ana Mari për këto informacione.